Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili në pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë bashkarisht ngjarjet më të fundit që po ndodhin në shtëpinë e Big Brotherit. Në fakt, pyetje që më së shumti bëhen ditën e sotme janë këto: ku ndodhet Selin? Ku është Selin dhe si është gjendja e saj shëndetësore? Selina që natën e mbrëmshme, që në fakt e ka kaluar më së shumti në verandë, momentalisht është nën kujdesin e produksionit. Do me thënë, ajo mbrëm ka shprehur shqetësime jashtëzakonisht shumë të mëdha. Do me thënë, nga presioni i madh që ju bë në Prime, Selina u pa që edhe gjatë Prime-it ishte shumë e tensionuar, një tension që në fakt Selina e mbylli në vete dhe dua ta përgëzoj për kulturën të cilën e ka. Dhe duke qëndruar gjithë Prime-it në mendime, në ndjesi, në luftën që në fakt ajo ka bërë me veten, Selin përfundoi mbrëm në shtrat shumë e mërzitur, shumë e thyer shpirtërisht dhe ishte Juela ajo e cila e ja masazhonte kokën. Selina, pasi që gjatë gjithë natës nuk është që u qetësua, nuk është që e mori veten, do të thënë dita e sotme, do të thënë ajo rëndesa e madhe psikologjike, ajo rëndesa e madhe shpirtërore që e përjetoi natën e mbrëmshme Selina, e bëri që ditën e sotme Selina të jetë tepër e rënduar dhe që nga mëngjesi dhe deri më tani ajo ka kaluar kohën në shtrat, ku më pas, të më thënë, produksioni e pa të arsyeshme që ta thëret në dhomën e rrëfimit edhe të fletë për gjendjen e saj momentale. Do me thënë, nuk është se ka diçka shumë serioze, shqyr Zotit është mirë, por produksioni kujdeset intenzivisht për shëndetin e saj. Është më se normale që të bëhet keq Selina. Selina mbrëm ka qenë në shënjestër të gjithë shkaje, do me thënë ajo e mori dhe unë jam i bindur që e ka marrë të tillë që i gjithë produksioni dhe gjitha ajo gjëja e madhe në fakt që ishte në favor apo ishte në emër të Selinës, apo në emër të Mirit, apo në emër të Rogertit, doli krejtësisht mbi Selinën, do me thënë shkoi e tëra në emër të Selin. Patjetër që Selina do të merr veten, e di që do të ndryshon qasjen, e di që do të jetë një banore tepër e guximshme, por Selin momentalisht është duke marrë do me thënë kujdesin mjekësor nga ana e produksionit. E ka përjetuar shumë keq debatin në natës së mbrëmshme. Unë e thash, mbrëm u bë një lloj padrejtësie, duheshte në një farë mënyre që të gjykoheshin të gjithë. Fundi a fundit nuk e kanë prish dasmën e atyre, është prish dasma e Selinës, edhe sikur Selin do të irritoheshte, do të acaroheshte, ja kishin prishur momentin më të bukur të jetës. Qoftë kjo një dasmë fiktive, ishte ajo nusja e përzgjedhur nga publiku. Do me thënë, nuk u respektua as publiku, sepse publiku dëshironin të shikonin dasmën, por dasma e tëra u prish. Dhe normal, pas gjithë atyre ngjarjeve që ndodhen brenda në atë dhomë, Selina është e thyer sepse shikon që ka një lloj padrejtësie kundër drejt saj.